Ne shqiptarët shpesh jemi rritur me idenë se kur kemi një konflikt, problemi zgjidhet me forcë, me pritje ose me rrahje. Por fëmijët tanë nuk duhet të mësojnë të njëjtën gjë. Sot po filloj një seri të re për prindërit, ku do t'ju tregoj se si ti mësoni fëmijët tuaj të zgjidhin konfliktet në mënyrë paqësore, pa dhunë dhe pa agresivitet. Sepse një fëmijë që di të flasë për emocionet e tij, të vendosë kufi dhe të kërkojë ndihmë, nuk ka nevojë të përdore grushtat për të dëgjuar. Dhe kjo fillon në shtëpi, me mënyrën se si ne, si prindër, reagojmë ndaj konflikteve. Në videot e ardhshme do të flasim konkretisht